Përshëndetje të nderuar. Kam kënaqësinë që të jem këtu sot, një ditë që ka qenë një ditë që gjithë shqiptarët duhet jenë mendoj mirënjohës e falendëruar për herojt që bën pjesë në lëvizjen studentore. Me kryetar në atë kohë babain tim, doktor Berishën, e shumë herojnë tjerë. Mendoj që falë kësaj heroizmi që bën këta njerëz, shqiptarët sot duhet ta dinë që kjo sakrificë, ajo gjakderdhje që u bën atë kohë, vetëm me parimin për të pasur një ardhmë më të mirë, sot shqiptarët kanë mundësinë që të shkollojnë fëmijët e tyre aty ku dëshirojnë, të hanë ushqimin që dëshirojnë, të dëgjojnë muzikën që dëshirojnë, të shikojnë televizor edhe atë që dëshirojnë, të vishën si dëshirojnë, të martohen me atë që dëshirojnë. Pasi gjitha këto ishin pasoja që ishin të pamundura të bëje sipas dëshirës apo sipas zemrës në kohën e agresionit komunist. Momenti kur babai im ishte në momentin më krucial, po themi, që mori hapin për të bërë drejtuesi lëvizjes studentore, ishte një moment kur ai ishte fare i ri. Dhe dua të them që sa po ishte bërë me fëmijë faktikisht, babi ka qenë një person, dua të tregoj edhe pak për babin, për shkak se duke qenë se, si kam thënë më përpara, unë e kam munduar ta mbaj ngjallë me histori dhe kam dëgjuar shumë histori. Babi ka qenë një person që kur erdhi herët në Tiranë, domethënë për të bërë kryestudimet, ishte një person që donte ta rëmbente të ardhmen e tij dhe t'i vinte gjërat para. Ai në atë kohë faktikisht, dua t'i them diçka, po them disi komike, ran dashuri me nënën time dhe si pasojë e agresionit komunist ajo detyroi që në thonjza me dashuritë përbashkët ta rëmbente atë dhe të largohej drejt tropojës. Pasi dashuria atyre ishte e pamjaftueshme për të bashkuar me njëri tjetrin fal agresionit komunist. Pra dua të them deri ku shkonte agresioni komunist në atë kohë që ti nuk mund ta ndiqe as zemrën tënde, as për të krijuar familjen që dëshiroje. Dhe dua të them që në momentin që ai krijoi familjen në Tropoj dhe u bë me fëmijë, ai u nis drejt Tiranës me ëndrrën që Shqipëria ishte një Shqipëri pluraliste, ishte një Shqipëri demokrate, ishte një Shqipëri ku shteti ishte në funksionin e njerëzve dhe jo të qeverisë dhe interesave të saj egoiste, po themi. Derisa gjyshi im era më të pastë, duke qenë se ishte, po them, pasojë e kohës dhe brezave që jetonin në atë kohë të moshës gjyshit tim, e mendonte të pamundur që djali vet vinte në Tiranë dhe të vinte të hidhte poshtë bashkë me shokët e tij sistemin më agresiv që ka njohur, po them, Ballkanin dhe Europa. Dhe ai thonte që vleri këto ëndra se bie ketë pamundur për ta bërë këtë gjë, edhe deri diku edhe qeshte dhe u tallte një formë ironike që më mirë shikoj një jetë më të sigurt për veten tënde. Por jo, Azemi nuk mendonte sot për sot dhe ishte një njeri që donte të mendonte më afatgjatë për veten, për shokët e tij, për familjen e tij dhe nuk e kishte konceptin e frikës. Azemi ishte me konceptin që frika nuk ndalon as vdekjen dhe as humbjen, por frika mund të ndalojë fitoren dhe frika mund të ndalojë jetën. Dhe Azemi u nis për në Tiranë, ku njohi shokët e tij dhe vëllezërit e tij që bashkë me ta kalon një nga momentet më vështira që mund kalonin njerëzit në atë kohë. Duke dalë para autoblindave, duke dalë para tanqeve, duke dalë para plumave, duke rrezikuar jetën e tij. Dhe në ditët kur kaosi i momentit që solli kjo situatë dhe studentët po themi, u konfuzuan pak, nga që ishin shumë njerëz, ishte shumë situatë impulsive, studentët nuk po dinin nga drejtoheshin te pjesa që ku e dim ne që ti je me ne dhe ti mbron realisht interesat tona, dhe aty babai im hypi një shkallë më lart duke u kapte xhupat e shokëve të tij dhe la garant fëmijët e tij, Kirin dhe Rudinën, motrën dhe vllajën tim, duke thënë që unë lë garant fëmijët e mi janë aty, nëse unë ju tradhtoj juve, unë kam tradhtuar fëmijët e mi. Gjë që ky moment studentët në atë kohë i shtangu që një person mund të linte garant fëmijët e tij, mund të sakrifikonte çdo gjë deri në familje për lirinë dhe demokracinë e këtij shteti. Në atë moment ai mori
mori leadershipin dhe besishmërinë që është më e rëndësishme të shokëve të tij në atë kohë.